meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë pafund madhin Zoti qofshin fal, përshëndetje mbi profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të mirë, të ndershëm, të edukuar, të sjellshëm, të dijshëm, të devotshëm deri në ditën që do të dalim përpara të Madhit Zot. Jam mundu këtë radhë që të bëj një lloj rakordimi midis vazës që flasim para dhe hutbes. Sepse vëllezër motra të nderuara, njeriu është midis këtyre dyjave që ne do flasim. Unë do të vazhdoj në një këndvështrim tjetër temën që ne folëm në vazën që kaloi, sepse ka dhe disa koncepte që ne nuk i përmendëm, sepse tema normal që është më e gjerë se sa vetëm një ligjërat. Por e vërteta është që profeti alayhi salatu vesselam ka thënë ajeban li amril mu'min. Ka thënë e mrekullueshme është çështja e besimtarit. O lejse dhalike li ahadin illa lil mu'min. Dhe çështja e tillë e mrekullueshme nuk është për asnjë njeri tjetër në sipërfaqen e tokës përveç se për besimtarin. Ka thënë idha asabethu sarra shakara fa kana khayran lah. Në qoftë se ati i vjen një diçka e mirë, një diçka që e lumturon, një diçka që e gëzon, një diçka që ai ndjehet mirë, thot muslimani, besimtari falenderon, thot elhamdulillah, falenderimet për të madhin Zot. Thot kjo i shtohet mirësia tij. Si thot Zoti në Kur'an, la in shakartum la azidannakum. Në qoftë se më falenderoni për të mirat që ju kam dhënë, do t'ja ushtoj unë juve ato. Ky është Zoti jon i dashur edhe i mirë. Qofse ne falenderojmë po prapë për të mirën që ai na dha, ai na shton akoma më shumë të mirat. Ky është Zoti i vërtet. Ka thënë, mbas kësaj nuk është gjithë jeta kjo. Nuk është gjithë jeta xhennet, se si jemi në xhennet akoma. Thotë i dhas asabet hudarra. Nëse besimtarin thotë godet ndonjë e pakëndshme, ndonjë sprov, ndonjë fatkeqësi, ndonjë gjë që e mërzit, ndoshta diçka që e lodh, çështjet e jetës janë gjërat se cilat njeriu nuk i vinë në prizmin që ne thamë më përpara. Çfarë bën? Kjo është jeta midis të mirës pozitive se asaj që të kënaq dhe të lumturon dhe midis asaj që të shqetëson, apo është i fatkeqësi, apo është i sprov. Pra kur vjen mirësia themi elhamdulillah, falënderimet Zotit. Thot kur i vjen një e pakëndshme, e këtë e bën vetëm besimtari, ai thot duron. Dhe për këtë Zoti prapë i jep shpërblim. E kjo është gjithë jeta, s'ka tret. Pra jeta është midis kësaj që tham të parës, që në fakt kjo është e përgjithshmja jetës. Ju e keni parë, miliarda në botë shikojnë, pak janë sprovu me verbrin. Dhe këto që janë sprovu me verbrin, janë shembull i padiskutueshëm për ato që shikojnë që ta vlerësojnë. Dhe këtyre që Zoti nëse janë besimtar, që s'ja ka dhënë dritën e syve, qoftë kur kanë lind apo i kanë ndodhur një fatkeqësi mbrapa, do t'ja kompensojnë në mënyrë të padiskutueshme. Thotë kujt ja mora dy dashurit e tij, profeti ka thonë, thotë Zoti i gjithësisë, kujt ja ka marrë dy dashurit e tij, fjala është për dy dashur, për dy sytë e njeriu. Quhen dashur sepse pa to çfarë kuptimi ka. Fakt do e përmend në hutbe që atyre që se kanë besuar Zotin dhe e kanë harruar nuk i jep shikim ditë gjykimit. Është interesante shumë, po ajo i përket asaj. Dhe nëse ja marr thot dy sytë e tij, pra nuk shef, bëhet i verbër, shpërblimi i vetëm për këtë sprov kaq të madh është vetëm xheneti, që të shikoj prapë përjetësisht. Dhe jeta është midis kësaj. Shumica e jetës është që njeriu është në komoditet, është normalitet. Rrallë janë ato që më shumë kanë fatkeqësi se sa jetë begat. Po,
ka një gjë tjetër, duke mos qenë në Islam dhe duke mos e kuptuar dhe duke e përjetuar një fatkeqësi më të madhe se ç'është, duke mos e kaluar dot atë të bëhet jeta gjithë fatkeqësinë. Ne po flasim kur je njeri me ekuilibra. Zoti i gjithësisë kur caktoi ndërtimin e universit dhe krijimin e njeriu, shumë lehtësoi dhe pak sprovoi për të parë njeriu veten e tij. Pra, ajo që na mësoi neve Islami është që kur kemi një të mirë, themi faleminderit i madh i Zot, qofsha fal. Zoti shton mirësitë më shumë. Imagjinoje, prandaj feja është e domosdoshme. Disa thonë që mjafton të besoj Zot, po feja pra t'i jep konceptet, kuptosh kush është Zoti. Të kuptosh se deri ku shkon mëshira e tij, deri ku shkon mirësia e tij. Ta kuptosh kush është ai që të krijoi, se në rregull gjithë 90% e botës besojnë që ka një autor ky univers, ka i krijues. Problemi është kaq do mbesim ne në verbërin raport me atë që na krijoi. Kjo do ishte një dënim i madh që do të na bënte Zoti nëse s'do të kishte sjell profetë dhe libra të shenjtë tokë. Se e gjithë bota do të bindej 90% e botës, ato që s'besojnë e kanë më shumë si trendi se sa i dërgon logjika mosbesim. Po 90% e botës me sondazh besojnë të madhin Zot, po do ishte dënim shumë i madh nëse njeriu nuk do të kishte mundësi këtë krijues kaq madhështor që e krijoi dhe vetë njeriu mos kishte mundësi ta njihte kush është ai. Ai është ky që thot Kurani la in shakartum la azidannakum, nëse falenderoni do t'ja ushtoj mirësitë. Zoti jon i dashur është ai që thot gëzohet jashtëzakonisht shumë kur njeriu pendohet dhe kthehet në rrugën e të madhit Zot. Zoti jon është ai që thot profeti është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Zoti është më mëshiruesi i mëshiruesve, më i nderuari të nderuarve, më bujari me radhë siç e shpjegoi atë Islami. Kjo është mirësia e madhe, prandaj Islami quhet mirësia e madhe shumë. Nuk e afrohet as si mirësi tjetër sepse t'jep mundësinë sipas diturisë dhe sipas meditimit dhe sipas shenjave që ti i shikon, të kuptosh kush është ai që të krijoi ty dhe të solli në ekzistencë. Çështja e durimit, pra kur të ndodh një problem, ndodh një fatkeqësi, duhet me duru. Zoti xhelleshanu thot profeti, është mahnit me muslimanin, sepse edhe kur duron mbasi fatkeqësie, Zoti i jep për atë shpërblime, i fal mëkatet dhe ja hap rrugët e jetës dhe e nderon ditën kur do të dalin përpara të madhit Zot. As provohen gjithë njerëzit i soi? Jo. Sepse besimtarët dhe besimtarët e ndershme janë në Islam si shkolla. Dikush është më i ri, është në klasë parë. Dikush është më i vjetër dhe është në gjimnaz, dikush tjetër është në universitet, si mas shkallëve. Profetët për shembull ishin grada më e lartë. E pyetën një herë profetin ton dashur. Tha në i dërgumi Zotit, kush sprovohet më shumë? Cilin sprovon Zoti më shumë dhe ka thonë: El anbiya'u thumma salihuna thumma al amthal fil amthal. Ka thonë, profetët sprovohen më shumë se të tjerët. Pastaj njerëzit e mirë shumë dhe pastaj sipas gradave që kanë. Çfarë do thotë kjo? Subhanallahu, për rinj do të flasi çdo kush për fen. Kujtohet ieri gazetar. Mos flisni shumë pa e kuptuar fen se futeni në gjinaf të madh. Bile s'thojnë gjinafi më i madh sipërfaqen e tokës, ka shumë ulema që e thonë këtë është flasësh për Zotin atë që s'din me shpjegumje. Dhe vjen, unë i thash po vi, u vanova pak e me radh. Edhe dikush as sot nuk e di, më tha ai që kisha filluar me menduaj çik mirë për Islamin, po më tha njëri, tha që po u futem fe vetëm sprovohesh. Ai kisha trem. Mori intervistën ai se pash më dera xhamis. Se ky kishte lexuar këtë hadith dhe kishte kujtuar se po ishe profet ose besimtar i mirë, s'të ndahen sprovat e mëdha. Jo, nuk është kjo. Kjo është ta kuptosh mrapsh. Ne do ta shpjegojmë në hutbë çdo thotë ti je musliman i mirë. Sa më shumë shtohen mirësitë, aq më shumë shtohet mirësia e Zotit të gjithësisë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse ti je në universitet, Zoti s'mund të sprovojë ty me mësimet e klasës parë. Do ta japi pak sprovën të lartë sipas nivelit që ke besim, se s'quhet sprov. Kjo është kuptimi. Një që është profet nuk mund sprovohet që ka djalin me temperaturë. Po për një familje tjetër muslimane që është besim dove duket sikur u sprovon në gjithë botën. I kishin vjedh dikujt vllai musliman biçikletën, sikur i kishin vjedh $1 miliard, po i profet nuk sprovohet me të vjedhit e vet. Am kupton ku është, domthon, kuptimi i fesë dhe sqarimi i dietarëve, s'mund të flasësh kështu. Në hava edhe për çfarë? Për fenë të madhit Zot. Pra kur thotë sprovohen më shumë profetët se po profeti ka pa xhenetin, xhenemi ka pa Xhebrail Emini, ku ka sprov për të? Prandaj për shembull Ibrahimi alayhis salam u sprovoi që i tha bëje kurban djalin tënd, se vetëm kjo mund të quhet sprov. Çfarë do të sprovojë Ibrahimin alayhis salam? Mumi kuleta. Sprova që ndodhin me ne. S'është sprova. Çfarë sprova? Shajti dikush, ai thotë elhamdulillah ti marr sevapet.
Nuk ka sprov, domethënë, kuptimi i kësaj është që njerëzit sprovohen sipas nivelit që kanë që të quhet sprov. Ti kur shkon në universitet, në shkollë apo në gjimnaz, nëse i të bën ty profesori London që ti e ke marrë klasë parë, quhet provim, quhet qesharak. Pra, sipas nivelit vjen sprova për tu parë realisht, dhe ky është që i balancon sprovat sipas nivelit. Prandaj tha profetët sprovohen më shumë, pastaj njerëzit e mëdhej të mirë, dietarët e mëdhej, pastaj sipas nivelit, se ka dhe i problem tjetër. Ti shkon klasë parë dhe të vjen provim teza e gjimnazit, s'kupton asgjë. Ngel në provim dhe Zoti këtë i balancon, t'i japi sprov një besimtari të ri ose që nuk e ka shumë besimin të lartë, një sprov si sprova profetëve i del nga veja fare. Prandaj Zoti Xhelleshanu sprovon njeriu besimtar sipas nivelit që ai ka, kjo rahmet i madh. Për këtë arsye, kështu duhet kuptu kjo se ka shumë që e kuptojnë gabimet. Sprova në vetvete se ke Zoti nuk ekziston e keqja, sprova në vetvete është begati shumë e madhe. Siç do ta shikojmë ne pak më vonë. Ajo që është me interes është që profeti alayhis salam ka thënë një rast, ka thonë aty shpjegoj juve apo t'ju sqaroj juve ajetin më të mëshirshëm të Kuranit. Ka disa variante që e ka përdorur këtë shprehje. I kanë thënë po i dërguar i Zotit. Tha wa ma asabakum min musibe fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tha kur ju godet ndonjë e pakëndshme, ndonjë sprov, dijeni se e keni nga të këqija që i keni punuar me durët e juaja. Por pak ju jep dënim ose sprov nga ajo që ka punuar durët e juaja, se shumë mëkate ja u fal. Të më thonë, për çdo mëkat, nëse do kishte dhënë dënimin e mëkatit, ne do ishim dënuar shumë. Siç i kemi mëkatet shumë, po thot ajeti Kur'an, prandaj profeti e quajti më shpresdhënës, tha, çfarë ju godet nga ndonjë e pakëndshme, se keni për të madhit Zot, për zullumit që keni bërë vet. Por ju fal shumë nga gjinafet. Nga xhumaja në xhuma falen gjinafet, nga namazi në namaz falen gjinafet, nga Ramazani në Ramazan falen gjinafet, nga umre në umre falen gjinafet, veprat e mira i fshin të këqijat. Vinë edhe sprovat, i fshin dhe ato që kanë ngelë nga mëkatet dhe e jep shpirtin ti të pastër dhe e jep shpirtin Zotit gjithësisë pasi mëkat. E çfarë ndodh? Siç ishte lut profeti alayhis salam që e përmendëm dhe xhuman që kaloi, ma bën vdekjen time që mbas saj të kem vetëm rahati, mirësi dhe lumturi. Kjo është ajo që na mësoi neve i madhi Zot, dhe këta janë konceptet e qarta, të cilat feja na i mësoi, edhe ne duhet i kuptojmë. Dikujt i vdiq fëmia në kohën i shkoi profeti e takoi në xhami dhe i tha kam fëmin shumë smur. Tha profeti alayhis salam, duhet me bë durim. Dhe mbas disa ditësh nuk e pa në xhami dhe pyeti, ku është filani? Thani ndroi jetë fëmia i dërguar i Zotit. Edhe e kuptoi profeti që është mërzit. Nuk ka në një që i vdes fëmia dhe qesh. Normal që robi ka ndjenja. Fëmia e ka quajtur profetin në një rast tjetër fruti i zemrës dhe logjike që ishte mërzit. Pse s'mlajmërut tha më përpara dhe hajde të shkojmë për vizitë. Dhe i shkoi profeti alayhis salam dhe e gjeti të mërzit. I tha, si e? Tha i dërguar i Zotit, nga që po shkojsha me i mosh pak të thyer, këtë fëmijë kisha menduar që do rritet e do ta kem krah për jetën time. I tha profeti alayhis salam, tha çfarë të mërzit ty? Kur Zoti do t'i thotë fëmisë tënd, në ditën e gjykimit futu në xhenet se ti je pa mëkate. Dhe fëmia yt tha do t'i thotë Zotit gjithësisë, jo Zot, jo vetëm, edhe me prindrit e mi. Ka thonë Zoti gjithësisë do t'i thotë prap ti futu, pra se prindrit do kenë llogari. Futu ti për herën e dytë, sepse je pa mëkate dhe kur të mora të vogël, desha me të çunë në xhenet direkt. Tha i madhi Zot, edhe prindrit e mi të lutem. Dhe thot 3 herë i thot Zoti gjithësisë, 3 herë i thot ky dhe prindrit derisa herën e 4 i thot bashkë me prindrit shkon në xhenet. I tha ky. Tha o i dërguar i Zotit, s'ka më mërzi për vdekjen e fëmisë tim mas kësaj, që dëgjova. Dhe normal, Islami, feja madhështore e Zotit, tregon pse ndodh çdo ngjarje në këtë univers dhe në veçanti është në rëndësi shumë të madhe sepse njerëzit vdesin dhe më të ri dhe mesatarë në mosh, edhe pse vdesin të vjetër. Gjithmonë Zoti kur i don të mirën një person, se çfarë themi ne të vëzhlit me kuptim dhe me besim. Pse e mori 30, pse e mori 50, pse e mori 40, pse e mori 20, pse e mori 15, sepse jemi të vëzhgjë në kuptim. Profeti alayhis salam ka pas bëj lutje, unë do ta them fakt në xhumat do them vetëm pjesën e parë. Tha, Zot ma merr shpirtin, Zot më le të jetoj kur jeta është e mirë për mua. Ma merr shpirtin kur jeta është e mirë për mua. Kur vdekja është e mirë për mua.
Pra mlet jetoj kur ti e din që unë do kem hajër, mirësi dhe besim të lartë. Ma merr shpirtin kur ti e shikon që po të merr shpirtin dhe të vdes na çast është më e mira për mua. Çfarë llogarie po bën ti mbas kësaj me një datën se gjithë do të vdesin 100, ku e di ti kur është më e mira që ti ikesh nga kjo botë? Ku e di ti sprovat e të ardhmes? Ku e di ti problematikat që do vinë në të ardhmen? Për këtë arsye besimtari i mirë merr mësimet hyjnore dhe i kupton. Sulejmanit alayhis salam, profetit të Zotit, i vdiq fëmia dhe u mërzit. Sulejmanit madh. Dhe Zoti i shoi engjëll. Pa i ditë i shkoi në formë njerëzore. Dhe e pat mërzit dhe i tha, jam mërzit shumë i dërguar i Zotit. Tha, pse je mërzit? Tha, kisha mbjell një mbjellje të madhe. Kisha mbjell shumë për të pas nesër riskun e korrjes edhe të bereqetit, po gabova, tha. Rruga ku i mbolla unë gjërat, që bëra mbjelljen, kaloi njerëz shumë dhe kur pashi ditë mi kishin shkelë, mi kishin shkatru. E Sulejmani alayhis salam ju kthyi dhe i tha, o filan, po nuk e ditë ti që s'duhet mbillsh aty ku kalojnë njerëzit? Nuk e kuptove ti që ajo rrugë do kalojshin njerëzit se s'bën? Engjëlli i tha, o i dërguar i Zotit, po ti nuk e din, tha, që do të me vdek fëmia që me shku rrugës për xhenet? Edhe u çudit Sulejmani, tha, engjëlli i Zotit jam, ta kam spruk te këshill nga i madhi Zot. Fëmia që vdiq do i rrugë, pra, rrugës që mori shkoi për xhenet, s'ka për të mërzit, dhe Sulejmani alayhis salam e kaloi. Vet profeti alayhis salam i ka vdek fëmia Ibrahimi dhe i kanë thënë, kur i rodhën lotët si burim, i tha, na qanë ti i dërguar i Zotit? Tha, syri qanë dhe zemra mërzitet, po ne nuk themi i gjë që mund ta hidhrojë Zotin e madh. Ja, ndarja midis lotit, po jo të godasësh murin, të grisësh rropat apo të bësh apo të bind fikët apo të vdesësh. Loti del dhe është mëshirë, zemra jo të thush gjë që vdiq fëmia, por hidhrohet, por nuk thu diçka që hasha lila, me thon diçka të keqe për Zotin apo për atë që ka ndodhur. Sepse të Zotit jemi dhe të Zotit do shkojmë. Vëllezër të nderuar dhe motra, çfarë thuhet kur të ndodhi fatkeqësi? I sprov. Na ka mësuar Islami në Kur'anin famlar dhe thot: "Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Ato të cilët kur i godet, Kur'ani thot sure Bekare, kur i godet besimtarët ose besimtarët e ndershme ndonjë e pakëndshme, ndonjë sprov. Ajeti para thot në shëndet, në pasuri, në të mbjella, kudo. Ka i fjali që thot muslimani mirë, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Të Zotit jemi dhe tek Zoti do shkojmë. Kjo është fjala që duhet thot sa të ndodhi fatkeqësi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nuk e di të arabisht thuj të Zotit jemi, te Zoti do shkojmë. Pra çdo gjë është pronë atij dhe e merr kur det, nëse do të marrë edhe ty. Profeti ka shtuar dhe ka thënë, kujt i ndodhi fatkeqësi dhe thot, Zot, për fatkeqësinë që më ndodhi, më jep shpërblimin që ka fatkeqësia dhe më ndro atë me një të mirë. Zoti thotë do t'i japi gjë më të mirë se sa ajo që kishte. Nëse vëlla dhe motër e nderuar të ndodhi fatkeqësi dhe ti thu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, po më çast. Jo më e vonu, se mas i viti thojnë gjithë. Si i tha i Mexhusiu, shkoi ka Abdullah ibn Mubarak, dietar i madh, i kishte vdek, i kishte ndruar jetë fëmia i vogël. Si ishte musliman? U ul dhe i tha, o Abdullah, dietar i madh, tha, bëu sot që të ka ndruar jetë fëmia i durueshëm, siç do të bëhet dhe ai që nuk është i durueshëm mbas i viti. Edhe ai që në fillim bën gjëmën se i ka ndruar jetë fëmia, mbas i viti s'ka ç'bën më. Kjo dallon besimtarin nga jo besimtari. Apo nga ai që nuk i ka konceptet e qarta, tha, duro sot siç do duroj tjetrin mbas i far kohë që nuk beson, ose që e ka besimin e dobët. Dhe në çast njeriu do të thotë, ndodhi ke familja, ndodhi ke një antar i familjes si diçka, ndodhi në pasuri, ndodhi kudo, themi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Çfarë jep Zoti për këtë? Se duhet kuptojmë një gjë që shpesh herë më bëjnë edhe pyetje, pse ka luftë në Siri, pse i lën Zoti, pse vdes fëmia, pse ndodh humbja e pasurisë, pse ndodhi problem, pse ndodhi verbëri, sepse njerëzit akoma se kanë mësuar kompensimin e të madhit Zot dhe sprova është ajo që nxjerr në pah besimin. Dhe mbi të gjitha Zoti i gjithësisë i ka lënë njerëzit lirë. Sot popujt krenohen, popujt që janë të lirë sot në tokë, se kanë luftuar për të sjellë lirinë. Populli jon para 26 vjetësh, a thëshim ne liri demokraci që qem të shem vendin ton? Po, sepse njeriu kërkon liri. Kur Zoti i let lirë njerëzit bëjnë çfarë dojnë tokë dhe të mirën dhe të keqen, themi pse i lën Zoti të lirë? Hasha lillah. Ne bëjmë karambol me veten tonë. Don të jetë Zoti diktator me njerëzit? Ai
aq i mirë sa I kalon të lirë njerëzit. Dhe thot, unë du t'jesh I mirë, po e ke edhe alternativën e të keqe, sepse unë s'du t'i diktoj lëvizjet e tuja. Dhe popujt kanë vdek për të kriju liri dhe për t'u shmang nga diktatura, ti thu pse na la Zoti të lirë. Kjo liri ka kostën që mund ndodhi dhe luftë, se ka njerëz që bëhen të këqij, por çdo njeri do marrë përgjegjësinë dhe prandaj është dita e gjykimit. Dhe kjo është e bukura e këtij krijimi. Prandaj, nëse ne themi të Zotit jemi dhe të Zotit do shkojmë, vetë Zoti gjithësi ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahma. Thot ato që janë durueshëm sprov. Thot Zoti I jap atyre falje të madhe, mëshirë të madhe dhe I jap atyve udhëzim rrugën time. Janë thonë ulemat e mëdhej 3 gjëra të mëdha I merr njeriu durueshëm. Faljen e të madhit Zot kur duron për I sprov dhe thu të Zotit jemi, të Zotit do të shkojmë. E nuk themi Zot pse më gjetë mua, po themi të Zotit jemi, të Zotit do të shkojmë. Falje e madhe salawat, e ka thënë shumës, jo salat. Salawat, falje të pafundme, rahme mëshirë, o ulaika humul muhtadun. Këto janë ato që I udhëzon Zoti në rrugën e pastër dhe drejtë dhe të bukur islame. Dhe një nga dietarët e mëdhenj Hasan el-Basri ka thënë, mirësitë e të madhit Zot janë pafund, ai kur t'jep nga dynjaja, se çdo gjë ne e kemi nga Zoti në këtë botë. Thotë është aq I mirë sa ti për shembull, të ka dhënë pasuri, po themi një shembull. Dhe ti 2.5% jep zeqat. Po ti e ke. Që është mahnitshme. Gjithë dynjaja, çdo gjë që ti ke është e ka dhënë ai falas. Por po themi ke sipër nisabit me dhënë zeqat dhe jepi 2.5%, po të Zotit e ke sa ai ta dha. Ai ti krijoi kushtet, ai të krijoi në fundit, sa të ka krijuar çdo gjë është për atij. Dhe thot për këtë që ti jep që ai ta ka dhënë, për këtë ti jep shpërblim shumë. Subhanallahu alazim. Ta ka dhënë vet, ti e kthen me vepër të mirë ke njerëzit e tij, ai ta shpërblen zeqatin pa fund fut në xhenet. Ky është Zoti. E dyta ka thënë është që kur të jep, kur të bën diçka që ti se pëlqen. Dije thot se kur të jep diçka që ti se pëlqen dhe ti duron, përfiton faljen atë që tha, mëshirën e tij dhe udhëzimin e tij. E treta që e përmend edhe pak më përpara, shikoje Zotin, kush është Zoti gjithësisë, ai që besojmë ne. Thot ka dhënë mirësi, ti thu faleminderit Zot, ti shton mirësitë. Ky është Zoti. Thot ti ke bërë gjinafe, 4.4, ke bërë gjinafe shumë dhe je ngarku. Pendohesh, e gjen Zotin tënd falës dhe pranues I pendimit. Dhe ka përmend ajetin e Kuranit, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zoti thot I don ato që pendohen dhe I don ato që janë të pastër. Pra këtu ka përmend disa nga gjërat më të bukura që ka. Thot e pesta dhe kjo është e fundit që ka përmend, thot që do ta kishte mall për këtë dhe vetë Xhebraili dhe Mikaili. Kështu ka thënë Hasan el-Basri, dietari I madh nga tabiinët. Ka thënë I ka dhënë dhe I gjë njerëzve që vetë Xhebraili dhe Mikaili janë mahnit me të. Ka thënë udhuni estajib lakum, o njerëzit e mi, lutmuni, do t'ju përgjigjem unë juve. Edhe Xhebraili dhe Mikaili mendohen 100 herë kur I lutet. Robëve ti besimtari ka thënë lutmuni, do t'ju përgjigjem unë I madhi Zot. Kto janë 5 gjëra, koncepte njëra më gjigante se sa tjetër në raport me kuptimin kush është Zoti jon I dashur, të cilin besojmë në të vërtetë dhe sa I madh është ai dhe sa e madhe është feja jonë e dashur islame. Dhe elhamdulillahi rabbil alamin, Allah edhe motër e nderuar, gjithmonë njeriu duhet synoj që jetën ta mbushi me besimin ke Zoti, me veprat e mira. Por duhet di diçka, është ligji I Zotit që ne këtu nuk jemi në xhenet. Prandaj kur e pyetën njëra Ahmed ibn Hanbel, ka qenë dietar I madh. Than, o dietar I madh, ku e gjen rahatin njeriu? E po prishin në I përgjigje të kësaj bote, tha kur këmbën e dytë e fut në xhenet, jo të parën. Kur të hyn në xhenet thot, po jo fusi këmbën e dytë kur të hyn në xhenet. Këtu tha njeriu e mbyll. Dhe këtu është mirësia e përjetshme që s'ka më as I rrezik, as I problematik, as I gjë. I heq Zotit smirën, kështu thot Kurani, e heq zilin nga zemrat, e heq urrejtjen dhe zemrat e njerëzve bëhen si një zemër. Këtu janë bërë zemrat e ndryshme që të sprovohemi ne me njëri tjetrin dhe dallohet zemra e pastër nga zemra që është e smur. Pra zemra e shëndosh nga zemra që është e smur. Shpirti I kulluar nga shpirti që ka problematik. Besimtari I devotshëm deri në profeci dhe kriminali më I madh deri në vrasje me radhë. Kurse kur I thanë qetësohesh plotësisht, I tha kur këmba e dytë hyn në xhenet. E thot engjëlli selamun aleikum bima sabertum fe ni'ma uqbad dar. Sa po I shef që po hyn turma.
Thot në një rast dyert e xhenetit, po dyert e xhenetit janë ta kësheloni besimtar vetëm me pa dyert e xhenetit, s'kishe dash me hym xhenet nga bukuria. Nga që mahniten me dyert, i thot Ridwani, roja, engjëlli, që rin roja kryesore e xhenetit, thot, janë dyert e xhenetit, hyni dhe shikoni ç'bëhet në të. Dhe Zoti i thot selamun aleikum, për çfarë? Paqja dhe bekimi i Zotit, për çfarë do hynim në xhenet? Bima sabertum, se ishit të durueshëm. Siç e tham xhuman që kaloi dhe besoj na ka vlerë që të gjithëve, nëse kemi thonë që fitohet dynjaja, edhe bota tjetër vetëm me durim, edhe jemi shlum gjinave gjithë javës, s'kemi përfituar në gjë të madhe. Po nëse na ka vlet, për shembull, Islami është realist, nuk është idealist. Nëse kemi thonë që duhet durim dhe ke pas bër, apo kemi pas bër 10 gjinafe, nëse i ke ul 5, ke përfituar nga ajo që kemi fol për durimin radhës që kaloi. Sepse durimi është në sprova, është për t'ju bind Zotit, dhe durimi është në ato që janë mëkate. Nëse jemi të rreguar gjatë sa jave, do mundohemi gjithë jetës të jemi më të durueshëm, kemi përfituar nga ajo që ne bashkëbisedojmë me njëri tjetrin. Nëse kemi fol për durimin dhe kemi qenë po isoj gjatë sa jave, hasha lillah kemi shtuar dhe ne mëkat më shumë se ç'kemi pas bërë përpara, s'kemi përfituar gjë o vëllezër edhe motrët nderuara. Për këtë arsye kur janë duke hyrë në xhenet, është fjala e qartë bima sabertum. Hyni në xhenet për durimin që keni pas në dynja, fe ni'me uqbed dar. Sa shtëpi dhe sa këndshmëri e madhe është atje ku po hyni ju. Pra xheneti është mirësia e përjetshme e Zotit gjithësisë që njeriu e ka i ri. Pra thotë, ju është dhënë jetë, s'ka vdekje më. Ajo që shkencëtarët sot po harxojnë miliarda për t'i dhënë njeriu, jo për jetësim, për t'i dhënë për t'ia rregulluar pak ato qelizat e plakjes, për ta çuar nga 80, 90, 100 me vdekje 120, 130. I madhi Zoti ka krijuar ligjet atje që i thuhet xhenetlive, ju është dhënë jetë, s'ka vdekje më. Por edhe sikur ta bëj shkenca këtu 120, 130 prap në pleqshnie, atje do thuhet je i ri 33 vjeç, s'ka plakje më. Po këtu edhe sikur të krijohet prap rinia, do të thuhet keni shëndet të plot, s'ka smundje më. Po sikur këto të gjitha ti kishte arrit njeriu këtu në këtë botë, zvlen, sepse atje do thuhet ju është dhënë sot lumturia e përjetshme, s'do keni mërzitje më. Hiqet nga shpirti dhe nga zemra mentaliteti, kuptimi dhe që instalohet mërzitja. S'ka më mërzitje, nuk është më fare as si koncept, as i instaluar në qenien e njeriu, dhe njeriu nuk e njeh më monotoninë edhe mërzitjen. I vetmi vend që është parë në të gjithë panoramën që jep Zoti, që njeriu nuk do ta ndryshojë, si njeriu nga natyra i bëhet monotone çdo gjë. Vetmi vend la yabghuna anha hiwala. Tha nuk kërkojnë nga xheneti dalin kurr, sepse i ka përsos Zoti parametrat atij vendi në të gjitha dimensionet e veta. Inshallah i madhi Zot me durim na bën të jemi të suksesshëm dhe të mirë në këtë botë, dhe me durim të fitojmë xhenetet e përjetshme, na rujt nga zjarri i xhenemit. Amin ya rabbal alamin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.